Prej 11 vitesh dita e buzëqeshjes është kthyer në një traditë veçantë për qytetin e Lezhës. Kjo ditë që përkundër me ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, ka një mesazh të qartë: buzëqeshja dhe fjala e shkruar janë energji jete. Me 10 fëmijë të shkollës nëntëvjeçare Beslidja të mbështetur nga prindërit dhe mësuesi Lulzimet Selami, ideatorë dhe realizuesi kësaj iniciative, përgatitën mbi 4000 pergamena me thënie frymëzuese të cilët u shpërndan në qytet. Vazhdimësia e këtij projekti ka qenë pikërisht mbështetja dhe dëshira e fëmijëve për ta vazhduar. Prandaj ka patur jetë kaq gjatë. Edhe pse në 3 breza nxënësisht, të gjithë kanë mirëpritur, të gjithë kanë punuar fuqishëm, jo vetëm fëmijët, por edhe prindrit e tyre, që kanë qenë bashkëpunëtorë të jashtëzakonshëm për të vijuar në vazhdimësi. Kjo ka vazhduar dhe po mbetet si mision për këta fëmijë, sepse jo vetëm është lidhja me librin që po lexojmë, po marrim më të bukurën prej tyre, por dëshira për dhuruar buzëqeshje, për dhuruar dashuri, për dhuruar mbështetje për t'i bërë njerëzit që gjithçka është e bukur, po të kalojmë çdo vështirësi, po shndrohet në mision, dhe kjo është e bukur e këtij projekti që vazhdon vazhdimësi. Po ta marrim këtë vit, ta krahasojmë me vitet e tjera, e veçanta ka qenë sepse numri i këtyre pergamenve që kemi quajtur ne ka ardhur gjithmonë në rritje, dhe çdo radhë që mbaron si veprimtari themi duheshin më shumë. Qofse vjet ishin 3000, si vjet ishin 4000, vitin tjetër pse jo, mund bëjmë 5000, 6000, sepse duke parë pritshmëritë e banorëve, atëherë pse mos ta plotësojmë këtë pritshmëri, pse mos ta arrijmë të kemi sa më shumë, të dhurojmë sa më shumë kënaqësi tek ta. Prandaj vazhdon fuqishëm, mendoj. Qytetarët i mirëpritën me ngrohtësi fëmijët, duke i dhënë kuptim një tradite që po rritet nga viti në vit. Dita e buzëqeshjes e organizuar në Lezhë është mirëpritur nga ne si qytetar, ku fëmijët e veshur me kostume tradicionale dhe me pergamenot na vinë nëpër zyra, dhe e ka mirëpritur edhe në zyrën time, madje edhe në rrugët e qytetit të Lezhës, duke na dhuruar buzëqeshje dhe mesazhe për jetën, mesazhe kaq të domosdoshme për ne si qytetar në këtë periudhë kohe. Dita e buzëqeshjes tashmë është kthyer në një traditë shumë të bukur në qytetin e Lezhës. Është bë një nga gjonat më të bukura kur ne presim këto fëmijë të vegjël të veshur me kostumet popullore të tyre, me buzëqeshjet e tyre që vinë, edhe të na japin një motiv më shumë për të buzëqeshur, për të ndjerë më të lumtur, për ta prit pranverën me kaq gëzim, edhe për të na kujtuar se është shumë e rëndësishme që e koordinuar me ditën e librit për fëmijë të t'i shtyjmë këto fëmijë drejt leximit, e të lexojmë edhe në pak. Fëmijët e Lezhës po rritin duke kuptuar se buzëqeshja është një forcë që lidh njerëzit, edhe si një fjalë mirë mund ndryshojë një ditë e zakonshme në një moment të bukur.